Bizneset me prioritet turizmin, kryesisht bare dhe restorante në Zvërnec me sy drejt sezonit turistik në pritje për të punuar gjatë verës, ndërsa në periudhën tjetër të vitit punojnë kryesisht fundjavave. Administratorë të lokaleve në Zvërnec pranojnë se gjatë dimrit është vështirë, edhe pse ka turist, ata kryesisht i drejtohen manastirit të Zvërnecit dhe shumë pak e rrallë herë qëndrojnë në lokalet e zonës. Zvërneci në këtë periudhë ka 2 ose 3 lokale hapur, të tjerët qëndrojnë mbyllur. Duke renditur dhe problematikën e mungesës ujit, ata pranojnë se duhet më shumë vëmendje dhe promovim për zonën e Zvërnecit. Po thoj se bosh. Të mbyllur ama se nuk i mbyllin se i mbajnë njerëzit hape mbyll, nuk e bën njeriu sezonal. Po thoj se nuk ka klientel në dimër, vetëm sezoni bearit. Sezoni bearit sa zjat? 1 muaj gjysmë, 2 maksimum, apo jo Filip? Kaq. 1 muaj gjysmë, 2 maksimum. Është e përballueshme për të mbajtur me gjithë taksa, me investime për tërë vitin me 2 muaj? Jo, besoj. Për gjithë vitin jo, në asnjë mënyrë. Nuk e besoj. Frekuentojnë turistët në behar dhe në dimër, zona e Zvërnecit? Turista ka se vinë aty në manastirin që kemi ne aty, po nuk kthehen nëpër lokalet. Vinë me makinat e marra me qira, vinë, vizitojnë atje dhe ikin, nuk kthehen. Vetëm gjatë bearit? Vetëm bear. Kohën e plazhit. Megjithëse unë nuk kam ndonjë eksperiencë madhe se unë tani do ta hap, se unë e kam bërë dokumentat që vjet, po si vjet do ta hap lokal, nuk kam ndonjë eksperiencë jat. Kur ti ka thënë ky kushurinë ka 15-20 vjet. Lokalin? Me çfarë produktesh, peshk, mish? Po peshk, mish. Çfarë pëlqen më shumë turistët te? Zakonisht peshk, të pëlqen ja. Prodhimet e detit. Prodhimet e detit po. Ka zonë e Zvërnecit është periudha qershor, fillon nga 15 qershori deri në fundi i shtatorit. Bie puna, në korik fillon bie për gjysmojt. Pastaj dimrit fillon tetor, nëndor, ndonjë i huaj, ndonjë të shtunë të dielën, ke parasysh. Nuk është lokali, do me thënë sezoni i qelur, është i zymt. Çfarë duhet të ndryshojë që kjo zonë edhe dimrit të ketë lëvizje ashtu si vera? Çfarë do ndryshojë? S'ka njerëzit janë të larguar. Kush do vinë? Në behar janë ata, vinë refugjatët edhe shtohet puna. Jo, edhe të huajt. Vinë të huajt më shumë, koha më e ngrohtë, më kështu, vinë për plazh, me që kemi dhe detin. Sa dimrit zhduket, me të filluar vjeshta, fillon e zhduket. Dhe ju punoni 2 muaj për tërë vitin? 2 muaj për tërë vitin. Është e vështirë të mbash një biznes, një restorant? Shumë i vështirë është, ta mbash. Shumë vështirë, neve ato që mbledhim në dimër, në behar i harxojmë në dimër. Punojmë, jo kanë taksat, jo drita. Keni probleme me ujin? Ujë s'kemi fare. Nuk ka fare. Që në vitin 90 u ndërpre dhe vinë me copa, kanë vënë ca tubo të kalbëra, ca derdhen rrugës, arrin një kotruve ujë në fshat lartë, zihen ata ditë për ditë për ujë. Turistët që vinë e frekuentojnë shumë fare. Apo më tepër në detit? Edhe manastirin, edhe vinë, janë kurioz, shikojnë edhe lokale, futen për lokale, shikojnë menut, kush ri, diçka, kush. Duhet të ketë një vëmendje nga ana e Bashkisë së Pushtetit qendrore gjatë vitit. Duhet të ketë se s'bënet. Ne s'kemi, jashtë shtetit, muajin e dimrit paguan shteti dhe punëtorët dhe të zotët e lokaleve që mbyllen. Sa këtu s'ka asnjë ndihmë. Ne mbajmë këto me shpirt në përdhëm. Investime bëjmë vit për vit, se them ai ta ndryshojmë, mase duan ta shikojmë më bukur, dhe lekë edhe. Zvërneci është një zonë mjaft e frekuentuar gjatë verës dhe sezonit turistik, ndërsa gjatë dimrit lokalet dhe baret në zonë kanë shumë pak klient, duke e cilësuar vetë administratorët e lokaleve si periudhën më të vështirë të vitit.